Sotës, pranë krijuesës popullor, cilët muzikës përpunuar. Në këto sheshe, shumë kush ka premtuar përpara popullit, përpara qytetarëve, por asgjë nuk kam vetëm në kujtesën e të gjitha atyre që kanë qenë përpara me qatë vetën. Unë dalë sot krenar para jush, sepse krenarin ma shtoj, shoku im në qatë veta me një gostivar, krejtë si ndryshen nga aji para 4 vite. Dhe kjo kërkon që Zoti Betës t'ju uroj shëndet që punët e mbara si ka bërë, ato t'i shtoj edhe ma shumë në të mirë të qytetarëve të gostivarë. Të ndëruar vëllezër e motra, çka na ka dhënë ne nga të gjithë ata që para 18 vitesh po dhe tani vinë dhe bojnë premtime. Tallimi është shumë i madh si nata me ditën, si që është tallimi i gostivarit para 4 vitesh dhe tani pas 4 viteve me të qenurit në krye të komunës në Zatë. Tallimi është shumë i madh, sepse ne vim pikërisht nga qiri i këtij populli. Ne vim pikërisht nga ata njerëz të cilët kemi bërë halë që i ka populli jonë. Ne vim nga ato njerëz të cilët e dim çka është dhimbja, e dim edhe çka është gëzimi, e dim edhe çka është armëria, e dim se si duhet të sakrifikohet për lirin, e dim se si duhet të sakrifikohet për të mbajtur besën, këtë fjalë të madhe që ne kemi këtu, që asnjëherë populli jonë të mos shkenjere. Ne vim nga metropolet e Evropës, ne dim çka do të thotë zhvillim, ne dim çka do të thotë projekt, ne dim çka do të thotë vizion, ne dim çka do të thotë integrim, ne dim çka do të thotë lumturi, ne dim se si duhet të zërtohet e arka, ne dim se çka pret rinia, sepse edhe ne të rikur kemi qenë, projekti jonë banazor ka qenë, ai që e gëzën sot, fondi shqiptar, nga Mitrovica, deri në Strug, sepse ne kemi qenë rinia liritashte, ne kemi qenë dhe kemi pasur fatin e madh që kemi mbijetuar se ne jemi ato që do të ndërtojmë dhe do t'i bëjmë realitet të gjitha ëndrat, idealet e atyre shokët që sot nuk i kemi pranë, por në ta dim ata që në të jetë të qenë, që i pikër to, kanë gëtë vëzrit e tyre, që edhe tekin, edhe tëmë të mjetin i ndalin, por idealet e tyre nuk i trajtojnë. Kjo ne në dallon nga gjithë ata që vinë në të sheshe dhe mund të mbajnë qanive, si në kaluarën, po edhe në të ardhmen. Por ata, forcën të Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk ka forcë që mund të dalë për para, se të rrët këtij bashkimi, është bashkimi madh idealistëve të mëdhenj, që vetë mirë duan të bëjnë për popullin e vet.
vetëm mirë duan të bëjnë për rinin, vetëm janë të përcaktuar, vetëm për para të jetën dhe asë si të mos prehen pas. Andaj, vëllezër e motra, ju kisha lutur që me 28 martë përkrahni Nevzat Betën, sepse përkrahja për Nevzat Betën është shkëlqimi i Kosivarit, është fytyra e vërtetë e Kosivarit, është e ardhmja e sigurt e Kosivarit. Mirë mbetëqis, falënderit, ju uroj nga zemra një mbrëmje të kalme, një arsim të tërqëm, sepse ne vëllezërit e juaj nuk kam i shrijuar të shumë me kullit si shrijoni ju, para ma imi të sigur që ne të ditë punojmë, ne të ditë vigjilojmë që populli jonë, rinia jonë, vetëm e kushteshur që të jetë, sepse